Pra nëse ka garancira të tilla, do thotë që kjo s'është reformë drejtësi. Për shembull, unë di një rast për një autoritet të lartë të organeve të drejtësisë, nga frika apo nga meraku se mos dështonte procesi i ankimimit në gjykatë kushtetuese, është thënë që do me thënë mua nuk më ngacmon njëri dhe do ta miratojmë. Pastaj ata e hëngrën të paret. Po, rasti i gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese që shërtuan në kërkesën e Partisë Demokratike në fakt pikërisht për ligjin e vettingut dhe pastaj rrëzuan kërkesën dhe kur shkonin në organet e vettingut apo tashmë që kanë shkuar në Strasburg, ngrenë eksaktësisht të njëjtat pretendime që me vendimarrjen e tyre i kanë rrëzuar. Dhe për ironini të fatit edhe çështja e parë në Strasburg ishte çështja e një gjyqtarje të gjykatës kushtetuese dhe sa herë që ajo ngrinte argumente ose pretendime që kishin bënë me procesin e vettingut, merrte mbrapsht citime të paragrafëve të vendimit gjykatës kushtetuese që vetë kjo gjyqtarja kishte dhënë në kohën kur kishte qenë gjyqtare. Po që ishte edhe relatore e çështjes. Jo, me sa di unë jo, po ka qenë pjesë e trupës, gjithsesi dhe një nga gjyqtarët që kishte votuar kundër kërkesës. Mendoj edhe unë të rëndësishme këtë pjesën, Luan, që u ndalem në fillim te kozgjatja proceseve, sepse realisht ne flasim shumë për SPAK-un, GKK-un, rastet e mëdha të korrupsionit, krimit të organizuar etj, po kjo është një përqindje shumë e vogël e rasteve në gjykata. Dhe qytetarët, pra njerëzit të thjeshtë për cilët thonë që u bë reforma në drejtësi, përballen me një realitet krejtësisht të ndryshëm. Njerëzit që kanë të bëjnë me SPAK-un ose me GKK-un apo që dalin në media janë një përqindje më pak se 1% e rasteve që ke sot në gjykata. Dhe e nisi edhe prokurori duke përmendur ndryshimet që ne bëm në vitin 2017 në kodin e procedurës civile. Për herë të parë në kodin tonë procedurës civile ne parashikuam disa afate konkrete sa i përket kozgjatjes së gjykimeve. Në total, pra në gjykimet administrative thonim që për çdo shkallë nuk duhet të zgjaten më shumë se 1 vit. Dhe në të 3 shkallët do të thotë që gjykimi duhet zgjaste 3 vite. Në gjykimet civile, gjykimi duhet zgjaste në çdo shkallë jo më shumë se 2 vite, në total jo më shumë se 6 vite duke ezauruar të 3 shkallët. E njëjta gjë edhe në gjykimet penale duhet zgjaste jo më shumë se 1 vit për shkallë dhe jo në total jo më shumë se 3 vite. Ku jemi sot? Kjo që sapo unë thash, jeni të bindur që nuk ndodh në asnjë gjykatë të Republikës së Shqipërisë. Pra afate që ne kemi shkruara në ligj, të cilat konsiderohen gjykim brenda një afati të arsyeshëm, nuk ndodh askund që të respektohen. Dhe të gjitha rastet, sot po themi kemi raste në përgjithësi kur fillojmë një çështje, avokati e di, përgjithsisht kur na pyesin klientët sa zgjat një çështje të caktuar, i themi po të jemi mirë 10 deri në 15 vjet, 10 optimiste, 15 është diçka më realiste. Dhe gjithë kjo kozgjatje në çdo rast që ka shkuar në gjykatën tonë kushtetuese, por kur ka kaluar gjykatën tonë kushtetuese, ka shkuar në gjykatën e Strasburgut, është gjetur në shkelje të afatit të arsyeshëm. Dhe këtë problematikë që vret që ditën e parë në fakt që u miratuar reforma në drejtësi, që kishte qenë problematike akumuluar edhe më parë, ne në vitin 2022 prodhuam zgjidhjen më të keqe të mundshme që mund t'i jepnim kësaj problematike. Çfarë bëm? Ministria e Drejtësisë bashkë me Këshillin e Lartë Gjyqësor, thanë domethënë që ne kemi numër të ulët të gjyqtarëve. Dhe çfarë të bëjmë tani për të zgjidhur problematikën e stokut të madh të çështjeve që kemi krijuar dhe akumuluar ndër vite në gjykatat tona, mbyllim gjykatat. Dhe ne mbyllëm në fakt gjykatat në gjitha rrethet, përveç se në qytetet që janë qendër qarqesh. Nga 26, mos gabofsha, kaluam në 13 gjykata të shkallës parë. Nga 6 gjykata apeli, kaluam në 1 gjykatë apelit jurisdiksionit përgjithshëm. Nga 6 gjykata administrative shkallës parë, kaluam në 2 gjykata, një në Tiranë dhe një në Lushnjë. Dhe kjo është katastrofë. Absolutisht ka qenë zgjidhja më e keqe e mundshme për të zgjidhur problematikën që ishte krijuar. Sot njerëzit vuajnë më shumë, gjyqjet dhe proceset ju zgjatën më shumë, presin kohë më të gjatë dhe përpallojnë kosto edhe më të mëdha. Sepse imagjinoni një qytetar në Konispol apo në Vermosh, i cili po i shkoj çështja në gjykatën e apelit, duhet vinë në Tiranë dhe vjen në Tiranë në gjykatën e apelit seancar të caktuar në orën 10, pasi pret 5, 6, nganjëherë edhe deri në tetor, në fund i thonë, sot u shty seanca se prokurori mungonte, gjyqtari është me raport, apo kemi pasur ngarkesë të madhe e kështu me radhë. Pra sot, domethënë, në vend që qytetarët të marrin drejtësi më cilësore, më të shpejtë dhe të kenë zgjidhje për problematikat dhe hallet e tyre, sot në fakt cilësia e drejtësisë që ata marrin dhe shpejtësia me të cilën ata e marrin këtë drejtësi
është degraduar dhe është përkecuar në mënyrë të konsiderueshme. Dhe vim sërish tek ajo që është maksime njohur në fakt në drejtësi, drejtësi e vonuar, është drejtësi e mohuar, dhe unë njoh Luan, po e mbyll me këtë, ndoshta do kemi mundësi të ndalemi, po këtë parantezë, njoh qytetar të cilët kanë iniciuar procese, fjala bie procese pensionesh, dhe ndrojnë jetë, dhe kalojnë edhe vite, kur ju shkon fletëthirja, çështje pensionesh, kur ju shkon fletëthirja për në shtëpi.